Si të pastroni dhëmbët dhe gurzat me një produkt të vetëm? Ja receta. Ndaloni prishjen e dhëmbëve dhe pastrojeni ato vazhdimisht me vetëm një recetë të thjeshtë. Heqja e papastërtive të grumbulluara në rrënjët e dhëmbit mund të duket si një procedurë ndërlikuar, por në fakt nuk është edhe aq. Tani mund të mbani të pastër dhëmbët tuaj, duke përdorur një metodë me një përbërës të vetëm dhe në rast se nuk e keni në shtëpinë tuaj mund ta gjeni në farmaci ose në supermarketin më të afërt. Po flasim për vajin e parafinuar të kokosit. Për pastrimin e dhëmbëve nevojiten 2 lugë vaj kokosi. Mbajeni vaj në gojë për 5 minuta, por kujdes, nuk duhet ta gëlltisni. Kjo teknikë e thjeshtë ndihmon edhe në trajtimin e ekzemave, puçrave në fytyrë dhe gjithashtu në eliminimin e aromës së keqe të gojës. Vaji i kokosit heq bakteriet nga mishat dhe në këtë mënyrë edhe nga trupi. Shkencëtarët besojnë se vaji i kokosit ka fuqinë për të hequr bakteriet nga zgavra e gojës dhe për të ndihmuar gjithashtu kundër krijimit të gurzave për të pasur dhëmbë më të shëndetshëm.